femrat, sidomos në sëmundjet reumatizmale, janë më të predispozuara për të zhvilluar për shumë faktorë. Faktori hormonal është ai kryesori. Estrogeni është një hormon i cili është i shprehur te femrat dhe nivelet e tij lidhen edhe me modifikimet që i bëhen përgjigjes inflamatore. Kështu që për një nga arsyet pse shihen më shpesh është edhe pikërisht faktori hormonal. Faktor tjetër është prania e 2 kromozomeve X. Shumica e gjeneve përgjegjës për përgjigjen imune janë të vendosur mbi kromozomin X. Fakti që femrat kanë 2 kromozome X i bën ato me një diversitet imun më të lartë se sa meshkujt. Dhe faktor tjetër është edhe faktori evolucionar. Femrat kanë përgjigja imune, domethënë sistemi imun nuk është armiku ynë, është ai që na mbron. Problemi çfarë ndodh në sëmundjet autoimune është që ngatrohet ajo që është vete nga ajo që nuk është. Pra, gabimisht sistemi imun fillon të atakojë strukturat të vet organizmit. Dhe në term evolucionar, femrat janë më të forta imunologjikisht, sepse duhet të rrisnin, të kenë një shtatzani, të rrisnin fëmijët, dhe për këtë arsye duhet t'i kalon më shpejt infeksionet, por nga ana tjetër, ky sistem imun kaq i fuqishëm ka dhe shanset që të krijojë një terren shumë të favorshëm për të zhvilluar sëmundje autoimune.